Ylli i njohur i serialeve Kardelerim dhe Bir Gece Masal, Suburcu Juaz Cokun, ka surprizuar ndjekësit e saj shqiptar ditën e sotme me një postim emocionues nga Kosova, duke treguar lidhjen e veçantë që ka me vendin e origjinës së saj. Aktoria 19 vjeçare ka ndarë në Instastory një foto të tabelës rrugore që tregon drejt Prishtinës dhe Mitrovicës, duke shkruar mbi të me një ndjenjë të veçantë. Home, shtëpi, e shoqëruar me një zemër të bardhë, simboli dashurisë dhe nostalgjisë për vendin e saj të origjinës. Ky postim ka tërhequr me njëherë vëmendjen e ndjekësve, të cilët e kanë përshëndetur entuziastikisht vizitën e saj në Kosovë. Për ndjekësit më të vëmendshëm, ky është një konfirmim i deklaratave të saj të përsëritura ndër vite. Në intervista të mëparshme, Suburcu ka folur gjithmonë me krenari për rënjët e saj shqiptare. Në disa dalje publike për media turke, ajo ka treguar se nëna e saj është shqiptare, e cila ka emigruar nga Shqipëria drejt rajonit të Detit të Zi në Turqi. Ne i ruajmë traditat shqiptare në shtëpi, ka theksuar aktoria, duke treguar dashurinë dhe respektin për kulturën e familjes së saj. Madje, ajo ka habitur moderatorët turq me detaje që ka dhënë mbi ushqime tradicionale shqiptare, duke përmendur byreku me presh dhe orizi me pul në furrë si gatimet e saj të preferuara. Përmes tyre, ajo ka treguar se si çdo recetë e vogël e familjes, ruan një lidhje të fortë me kulturën dhe kujtimet e fëmijërisë. Me ardhjen e saj sot në Prishtinë, Suburcu Juaz Cokun po vërteton se lidhja me rënjët e saj nuk është thjesht fjalë në intervista, por një lidhje reale dhe ndjer me vendin që ajo sot e quan me krenari shtëpi. Vizita e saj emocionuese nuk është vetëm një udhëtim i zakonshëm, por një rikthim në gjenezën e familjes, një përjetim i kulturës dhe kujtimeve që e kanë formuar si person dhe aktore. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.